Territori shqiptar për datën 9 mars 2026 do të ndikohet nga masa ajrore relativisht të paqëndrueshme duke sjellë vranësira dhe rreshje shiu në disa zona të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të shumta, ndërsa në zonat verilindore dhe lindore priten rreshje shiu dhe në zonat malore rreshje dëbore. Pasditja vijon me vranësira dhe intervale të shkurtra me rreshje shiu në disa zona qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell kryesisht në zonat perëndimore dhe jugore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të lehtë deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:47 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 10 deri në 15 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 12 gradë Celsius. Peshkop, 6 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 16 gradë Celsius. Korç, 1 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 15 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 17 gradë Celsius.